Deputetja e sapo zgjedhur e LDK-s Serbes Dekabashi Muçaj ka bërë thirrje për reflektim nga subjektet politike dhe për bashkëpunim për të zhbllokuar kuvendin e Kosovës pas 15 seancave të dështuara për zgjedhjet e kryetarit të kuvendit. Sipas saj, është e pakuptim dhe e padrejtë që përgjegjësia për zhbllokimin institucional t'i vihet vetëm një partie, kur procesi është kolektiv dhe çdo deputet mban një mandat që i buron nga qytetarët, jo nga aritmetika politike. Përgjegjësia për të çuar vendin përpara është e përbashkët, ashtu siç është dhe dëshira e qytetarëve për stabilitet, rend dhe zhvillim, shkruan ajo. Në një reagim publik, Kabashi Muçaj tha se subjektet politike duhet të reflektojnë. Asnjë kalkulim afatshkurtër nuk mund të mbajë peng asnjë ditë më shumë të ardhmen e vendit, theksoi deputetja. Ajo kërkon që ky proces të mos mbetet më peng i pezullimit politik dhe të rikthehet besimi i qytetarëve në demokraci. Pas këtij publikimi të saj, ka reaguar zyrtari i LDK-s, Bajram Gecaj. Ai i shkruan deputetes Kabashi se ka garuar brenda LDK-s dhe se aty i ke marrë votat, e duhet fillimisht ta bindësh subjektin tënd për këtë reagim. Ti zonja Kabashi Muçaj, ke garuar në listën e LDK-s dhe si e tillë i ke marrë votat, andaj këto deklarata duhet i bësh brenda subjektit tënd politik, që të ka jap besimin dhe privilegjin, binde subjektin tënd fillimisht, shkruan Gecaj.